Në këtë ditë të shenjtë të Pashkëve, kandidati i Partisë Socialiste për Qarkun Shkodër Besmir Lesha zhvilloi një vizitë simbolike në shtëpinë muze të Nën Terezës së bashku me Vjollca Petanin, duke takuar atë që kujdeset për këtë shtëpi simbol në Shkodër, Tonin Prelën, me rastin e përkimisë së Pashkëve katolike dhe ortodokse në të njëjtën ditë. Lesha përcolli një mesazh urimi për të gjithë qytetarët nga një vend që mishëron vlerat universale të dashurisë, paqes dhe bashkimit. Zgjella më arte shtëpia juaj. Faleminderit. Që këtu ka shtëpia e Nën Terezës si vend i shenjtë. Ai është i respekt që bani ju për vedin, e njerë për ne, se sa ma shumë vizita, as kënesia jonë. Po atjetër. Se është një shansë edhe për Shkodrën, gjatë veçantë është. Faleminderit për unë shpita me kam pas 3 familje kosovare. Me ndihmën e kryetarit bashkisë, aktual që sot, ai një vëmendje të veçantë, pra është i punu shumë për Shkodrën, ju e shihni. Po, punon, bravo i qoftë. Një vëmendje të veçantë, është edhe për kultet. Shumë faleminderit, lumgoja. Eq me punon të. Po atjetër. Po mas ishim punë, s'ti i sigurt se do ishim këtu. Po. Nëse nuk e ardh. Për i këtë punë jena sot. Ai shtoi se këto ditë festash janë një mundësi për reflektim dhe rilindje shpirtërore, duke uruar të gjithë qytetarët gëzuar Pashkët.